Pse shumica e kërkesave për azil nga Shqipëria refuzohen? Është një pyetje e parë që më lidh natyrshëm. Sepse fatkeqësisht dhe fatmirësisht Shqipëria konsiderohet një vend i sigurt për Gjermaninë. Pra nuk kemi një raport lufte, nuk kemi raste persekutimi dhe arsye të tipit ekonomik ose social ndonjëherë janë të pamjaftueshëm për aplikimin dhe marrjen e një vendimi pozitiv në aplikimin për azil në Gjermani. Për post rasteve të cilët janë goxha të rënda, si flasim dhuna ose kërcënime mbi jetën, pra kur individët paraqesin faktor ndikues dhe rrethana ndikuese në marrjen e një përgjigje pozitive për azilin, në shumicën e rasteve kjo kërkesë do të refuzohet për shkakun e thjeshtë që Shqipëria nuk ka asnjë kërcënim dhe nuk ka asnjë rrezik për të përfshirë në listën e shteteve që mund përfitojnë azilin direkt. Qartë, çfarë ndodh realisht pas një vendimi negativ për qëndrim? Fillimisht është aspekti emocional që një familje sakrifikon shumë muaj, pra duke qëndruar në për tendat përkatëse, duke marrë burokracitë e nevojshme dhe fakti që ato do duhet rikthehen përsëri në Shqipëri ose më saktë në vendin e origjinës, ka disa forma të refuzimit të azilit, pra e para është kthimi vullnetar, pra kur ti bashkëpunon me institucionet kur goxha ke marrë përgjigjen dhe t'janë dhënë udhëzimet përkatëse se si ti mund të rivish përsëri në Gjermani me një formë tjetër ligjore, me një bazë ligjore që mund të bëjë të mundur qëndrimin në një kohë më të duhur dhe mbi një bazë ligjore të veprimtarisë tënde, dhe forma e dytë është pjesa e dëbimit. Kjo është forma jo shumë e preferuar, por fatkeqësisht aplikohet tek gjithë ato familje ose individ të cilët refuzojnë kthimin me dëshirë në azil, kur lajmërohet zyra e të huajve përkatëse, lajmërohet institucion i përkatës dhe bëhet shoqërimi me polici ku individët le të themi dëbohen drejt shtetit të origjinës. Ju e cekët paksa dëbimin, po a mund të rikthehen përsëri në Gjermani edhe nëse dëbohen një herë nga ky shtet? Absolute që po, por gjithmonë me pengesat dhe me kriteret që janë të vendosura nga institucioni i përkatës. Në momentin që rikthimi është vullnetar, absolutisht ndodh një komunikim me zyrën të huajve, ku individët informohen mbi pjesën e bazës ligjore se si mund të vinë. Le të flasim për punësimin, le të flasim për studimet, le të flasim për shkollimin profesional ose bashkimin familjar në momentin që ekzistojnë rrethana të tilla, ndërsa në momentin që ka ndodhur një dëbim, le të themi i detyrueshëm, në shumicën e rasteve vendoset edhe një masë hyrje, pra një ndalesë hyrje në shtetin gjerman. Këto masa në shumicën e rasteve vijojnë nga 1 deri në 5 vite, pra që nuk kupton kundrejt këtyre shkeljeve, pra ekspulseve të ndalimit të hyrjes në zonën Schengen, është detyrimisht e nevojshme marrja e procedurave të tjera si konsultimi me një avokat përkatës, paraqitja e fakteve të nevojshme rrethuese pranë institucioneve përkatëse që një individ të hiqet kjo ndalesë dhe të jetë e mundur për qarkulluar përsëri në Gjermani dhe ndonjëherë edhe në zonën Schengen, sepse ndonjëherë kjo ndalesë vendoset për gjithë zonën Schengen. A njihen diplomat shqiptare dhe sa zgjat procesi, nëse nuk njihen? Për t'u njohur normalisht. Në shumicën e rasteve po, pra flasim në një masë shumë të madhe, diploma shqiptare njihen, flasim që nga kualifikimi profesional, pra ka diploma 3-4 vjeçare dhe ndonjëherë edhe më të gjata, të cilët kalojnë në pjesën e institucionit i cili shërton diplomat profesionale. Në shumicën e rasteve tek diplomat profesionale ndodh njohja e plotë, por edhe në momente që ndodh njohja e pjesshme, do duhet patjetër që të bëhen disa kurse, le të themi avans për plotësimin e krediteve që mungojnë. Ndërsa në aspektin e diplomave universitare janë një listë e gjerë universitetesh, të cilët bëjnë një stimin dhe njohjen e diplomës në Gjermani, pra që në kupton diploma e tyre në Shqipëri është e barazvlefshme me sistemin gjerman, por absolutisht do duhet të kalojë me një procedurë të caktuar kualifikimi dhe njësimi të procedurës, duke në kuptuar sillen e gjithë dokumentacioneve bazike dhe në momentin që shfrytëtohen kreditet, pjesa e lëndëve të kryera dilet një vendim a është pozitiv pra në kohë të plotë, a është në kohë të pjesshme dhe në raste që e kemi në kohë të pjesshme, a është e nevojshme marrja e krediteve avans ose kryerja e kurseve të tjera që do të bëjnë plotësimin e diplomës. Dhe kjo gjë i komunikohet individit duke bërë mundur pastaj pjesën e plotësimit të dosjes për të vazhduar më pas në stepet e tjera. Për ta thjeshtuar, sa e vështirë është marrësh një leje pune edhe nëse diploma nuk njihet fillimisht? Para shumë vite do thonim që ishte e pamundur, shumë e vështirë çdo gjë tjetër, por sot, fal ministrisë le të themi
të jashtme dhe institucionet që merren me imigracionin është shumë herë më e lehtë për shkak se është krijuar një rregullore e Ballkanit Perëndimor, e cila ka krijuar një bazë ligjore, pra vetëm një nen që jep mundësinë çdo individi i cili nuk ka një diplomë, nuk ka një gjuhë, nuk ka një eksperiencë të caktuar, por vetëm me gjetjen e një kontrate punë në Gjermani mund të vinë në Gjermani si punonjës i pakualifikuar. Ardhja në Gjermani si një punonjës i pakualifikuar nënkupton një kohë pritje për marrjen e një vendimi pozitiv nga zyra e punës. Punëdhënësi që ju keni gjetur aplikon për një paramiratim pranë zyrës së punës. Me marrjen e paramiratimit ju lind e drejta të vini në Gjermani si punonjës i pakualifikuar. E theksojmë, jo çdo punë konsiderohet e tillë, pra janë vetëm fusha punësimit të cilat ka mungesë të fuqisë punëtore, prandaj edhe një individ kur e bën të qartë që do vi në këtë bazë legjislacioni, duhet jetë i përgatitur për vështirësitë, për lodhjen, për mbi orët dhe për fitimin e pagesës shumë herë më të ulët se sa çdo të merrte në rast se do të ishte i kualifikuar ose në një kategori të tjetër ligjore. Por që po është e mundur, mjafton që duhet të qëndrojë pritja e marrjes për paramiratim për disa muaj. Po me vizë turistika mund të punosh dhe a ka pasoja? Absolutisht jo. E kuptojmë që për shumë individ, sipas nevojave ndoshta financiare, niveli ekonomik nuk t'i shtyjë që ta marrin si vendim, por ky është vendim totalisht i gabuar. Ka shumë faktor negativ që ndikojnë në jetën e një individi i cili merr vendimin për të ardhur dhe punuar në punë të zezë. Pra sipas legjislacionit dhe absolutisht ne e kuptojmë që konsiderohet punësim në të zezë. Nuk është i lejuar, është i ndaluar qoftë një ditë, qoftë dy ditë ose edhe më shumë. Arsye turistike, pra ardhja vetëm me zonën pra me pasaportën, pra brenda zonës Schengen, të lejon një qëndrim nga 90 ditë brenda periudhës 180 ditë, por vetëm si turist. Keni kohë të shikoni shoqërinë, të mësoni kulturën, pra të takoni të afërmit tuaj, të vizitoni vendin, çdo gjë tjetër, ndoshta të bëni dhe intervista punësimi dhe të kërkoni punëdhënës të caktuar, por jo që të punësoni në atë vend pune. Ndonse ne hasim rëndom në përditshmërinë tonë dhe ka me qindra persona që e gëzojnë le të themi këtë status jo ligjor. Qartë, por cilat janë problematika më të mëdha që hasin shqiptarët që duan të vinë për të jetuar, për të punuar në Gjermani? Cilat janë pyetjet më të shpeshta që të bëhen ty? E para është pjesa do përshtatet me shoqërinë dhe me burokracitë. Pra flasim gjithmonë që Gjermania ka shumë burokraci se Shqipëria, pra frika e kontaktit dhe mos gjetjes së rrugës së duhur të kontaktit me institucionet përkatëse është pyetja e parë dhe frika më e madhe. Së dyti është pjesa anës financiare, pra a do jetë e mundur pjesa e balancimit të kostove dhe fitimit me punët që ato zgjedhin të bëjnë. Dhe absolutisht vjen edhe pyetja e fashme që a do ja vlej largimi nga vendi i tyre për Gjermaninë. Pra do gjejnë në Gjermani një jetë më të mirë se sa ajo çfarë ato po lënë pas edhe çfarë po kërkojnë që të bëjnë në të ardhmen. Absolutisht futen pyetje të tjera si bashkimi me familjen, pjesa e kozgjatjes në rritjen në detyrë ose në kalimin në profesionin e tyre ose mundësitë e kualifikimit, edukimit, avanse për të përshpejtuar dhe në forma të tjera ligjore. Por këto janë dyzime që besoj të gjithë ne si emigranti kemi kaluar, gjithë do t'i kalojnë në një fazë ose një tjetër, dhe në fund të fundit fillimi gjithmonë nis në minus për të synuar pastaj arritjen aty ku ne synojmë dhe dëshirojmë.